I dashur Antonio, shumë faleminderit. Ne jemi këtu sot pasi presidenti ka vizituar të gjithë rajonin dhe është ndalur në Tiranë edhe për faktin se nesër do të jetë i pranishëm në takimin, në summitin e Komunitetit Politik Evropian. Natyrisht që diskutuam për të dyja aspektet që na lidhin me Këshillin Evropian dhe me Bashkimin Evropian, për aspektin e procesit ton të rrugës drejt antarësimit, që po ecën shumë mirë. Sot Shqipëria është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në mënyrë të veçantë, plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027.